Roz? Çka Mos më prek. Je e lumtur tani? Je e lumtur tani që mama e Antonit e mori vesh për marrëveshjen tonë? Mori vesh. Nuk po kuptoj gjë. Ja ta shpjegoj unë. Për sa lek më shita, ë? Për sa? Apo për një çan nga Elena, për një kos nga ajo? Roz, të betojmë nuk ishte ai shur. Po kush ishte qëllimi? Kush ishte qëllimi yt? Ë? Të bëhesh një nga ata dhe për këtë në gjendje të shkelësh me jetën e një njeriu që është në ditët e fundit të jetës. Ej, prit pak, Roza na shpjego çka ka ndodhur. Fol! Unë i thash Elenës. Kush dreqin është Elena? Ishe dashur e Antonit. Ishe dashur ndryshe nga sa do duhet tit në e tregoje. Më ka ardhur keq për ty. Po tani më shumë keq më vjen për familjen tënde. Ata janë të varfër, po më mirë të varfër nga lekët sa të varfër në shpirt si ty. Bravo! Ja rrite, ja dole. E çove një nënë dhe me breng. Tani më zhduk. Më zhduk! Mamaja Antonit vdish? Lea, prit, ku po shkon? Lea! Lea! Roz. Lea? Ku është? Kush? Le fare, kush je ti? Unë jam Blerimi, mjeku i Silvanës dhe miku i Antonit. Më vjen shumë keq, ngushëllima. A mund të takoj pak Rozën? Pa çfat. Roza, të lutem, a mund të flasim? Hej. Hej. Vjen shumë keq. Duket sikur e vrapa unë sot. Ja të flasim. Për vetëm. Silvana nuk e meritonte që ti iktash. Të paktën t'ja kisha shpjeguar. Nuk doja fal vetes kurrë. Nda jam po. Tani asgjë nuk ka më kuptim. As ajo kontrata idiote, asgjë s'ka më rëndësi, ajo nuk jeton më. Roz, Silvana pësoj një krizë, por është mirë. Çfarë? Silvana është mirë? Po, është stabil. Unë mendova se... Më shumë merak kam për Antonin. Por nuk kam ardhur për të këtu. Silvana më kërkoi e gjitha për fajin tim. janë në kota rregullosh. Nga vajta dhe gjova për punën e nuses. Nëse zve kësha si Rozën këtu gjë dhe ishte ndryshe. Anton, mbase nuk ishte edhe aq keq. Çfarë flet? A e pese si u bë? Për pak na ikun nga duart pash zotin. A dëgjon vetëm kur flet.
Nuk të kam parë asnjëherë të shohësh një vajzë tjetër si që Rozën. Nisi si loj, por mua më duket më serioze se çdo takim tjetër. Qa fut katë. Më mirë që ndodhi kështu. Po i thras Antonit të vi. Bler, jo mos i thuaj gjë. Mos i thuaj gjë Antonit. Të lutem më sill Rozën. Dua ta dëgjoj mirë. Anton, Silvana u zgjua. Është mirë. Unë po dalë të mbaroj një punë. Do vi të takoj. I detyram një shpjegim pas asaj që ndodhi. Ajo është sjellë shumë mirë me mua. E kam ndjerë që më ka dashur. Por të lutem më premto që Antoni nuk do të marrë vesh gjë. Nuk dua që të ndeshem më me ta. Bir, Ba, nuk të dëgjova, ku të dëgjova. Do bëj gati Blerit do t'ja çoj. pse u ti? Ba. Urdhro Bir, e bëra për ty. Shumë faleminderit. Ndoshta ajo kërkesa ime nuk ishte aq e marrë. Mbase jam bërë unë sebeb. Jo nuk është se që mendon ti. Punoj për mua, do paguhet dhe iku. Mos flasim më për ta. Ajo nuk ishte vetëm në këtë gjë. Ti ja kërkove. Dhe ajo e pranoj. Pse kjo e bën mirë ata dhe të keq mua?
Mirëmëngjesi Yje. Mirëmëngjes. Gjesi. Ka vdekur njeri? Se dhe është menduam se vdiq është mirë e bukur. Silvana është mirë? Po. Më falë për... Tani, me qenë se ullën shpatat, a mund të plasim pra të tipin që rrë dje në darkë, se plasa, më këtu e kam, dhe në ndër më doli. Ta filloj mu? Ti si shefare dje? Jo për atë. Unë e kam menduar gjatë, edhe dua ta filloj seriozisht punën si influencer. Do vetëm për e vërteti. Qëhet pun tani? Për e vërteti si? Tu ulesh me këm në tokë dhe të pranosh edhe jetën e vërtet pas Instagramit? Jo. Atë jo. Do me thënë s'do jesh më gold digger? Po, s'kam që ndonjëherë gold digger, unë thjesht kam fobi varfërin. O, unë nuk e kam idin që ato bësh ndryshe, po whatever. Le t'ja prendojmë njëra tjetrës se të paktën këtu të jemi të vërteta. Tani le të kthehemi te drama e vërtetë dhe pak më interesante. Më fale, po tramat e tua me varfërin i kemi stër dëgjuar, edhe jam shumë e lumtur që të nisësh një punë të re. Të njëjtën punë që ke bërë deri tani duke reklamuar jetën në shtrenjtë. Po? Tani do bëj reklama për biznese dhe do paguhem. Okej, kthehemi tek Rushja? Bleri erdhi dje. Bleri? Kush është Bleri? Shoku i Antoni dhe mjeku i Silvanës, nuk ka lek, mos imposto. Bleri më tha që Silvana do të më takoj. Po i kërkova që mos i thotë gjë Antonit. Je sigurt? Unë them shko. Ti vetë na ka thënë se është sjellë shumë mirë me ty. Edhe mbas në këtë mes se nën që është, do shpëtoj dhe djalin e saj. Po djalin e saj si? Roz. Jo të dyve mund të ketë lidhur ai kontrata, po ka diçka më shumë mes jush. Sikur ta kishit provuar edhe një herë. Jo. Ka qenë e gjitha një iluzion. Ose më saktë, dëshira ime për të menduar se mund ta ndihmoja që të gjente veten e vërtet. Atë që fshihet poshtë dhimbjes. Por ndoshta nuk ka pasur asgjë atje poshtë. Ai ka qenë ai arrogant dhe i pa edukati që para smundjes mamas. Si thua vdes për të, pa thënë vdes për të. Ulis, me që jam unë ajo që e prisha të më vetë, unë të jam unë ajo që i rregulloj. Çfarë ke në mendje? Ama mos prap me Elenën se na fike. Tani ti kthehemi jetës vërtet. Antoni sa iku?
Po, e pash, ndryshe nuk do kisha ardhur. Hajde ullo. E di kur e kuptova? Ta tha Elena, Jo kontrata. Që ti e duhura për të. Kur po tregoja fotot, nuk ishte dashuria që pash në sytë e tu. Ishte respekt, empati, përkushtim. Janë ato që mbeten dhe vi një ditë kur dashuria merr tjetër formë. Tani shoh lëndim sytë e tu. Lëndim nga dashuria. ne bëm gabim, me di. Jo, nuk bët asnjë gabim. Antoni ishte vrarë nga smundja ime dhe unë mendova vetë për veten time. Aty gabova unë. Ai pranoi amanetin tim dhe donte të bënte shefin. Zgjodhi një vajzë që mendoj që më do m'pëlqente dhe filloi ta ndryshonte. E mban mend atë ditën e parë? Si kanarin. Dëgjoj, çfarë është e jotja do të qej. Por ti du ta shohësh. Nuk do e harroj kur shikimin e tij atë natë, fjalët që më tha. Po, edhe unë nuk të kurseva. Po, nga ty meritoja. Shiko, e bëjmë kështu. Ulemi të tre. Jo, të lutam. Unë erdha vetëm për ty, edhe do të vi çdo ditë, sa herë të kem kohë. Vërtet do ta bësh? Shojtjet e tua rrugave në për Tiranë, ti ke biznesin në të Shkodër, në gati, që duhet ty politika? Ma, nuk është ëndra ime ajo. Po lekta ma ime, fitimet e dyqaneve i do. Nuk ti kam kërkuar kur. Unë prandaj merrem dhe merr listë që mos i përmendesh më. Po nuk po t'i përmend, moj, ti e shpirti jem. Po duhet të kthesh, se këtu kemi biznese. Se duhet me unë shkryan dhe i moj ma, ke biznes ta, ku gjitha të mira të ke. Të them. Sherdi. Ma, të marrë me vonë. Nuk bën si të shpisë në duket. Po, Roza është? Jo, është e Silvana. Pas ka shkuar vetë. Do vish? Faleminderit, mirupafshim. Anton, Po jo, mo. sa po dola nga spitali? Ndonjë problem me Silvanën? Alo, Jo, kot mora. nëse do takohemi. Kam punë, pafshim. Gjithë saj kohë e poshtë ndostime. Bleri dhe Roza. Çfarë idioti. Mendoja se drejtoja unë lojën. Në fakt ata kanë tallur me mua gjatë gjithë kohës. Adere, nuk e ku jep makinës kështu. Nuk dua. Mos e shkema shumë bet. Ate tani. Eren, lutëm. Mos e shkelm shumë betën. Nuk ka dhe nuk do ketë ma asgjë mes nesh. Tani shko.
Mirë shke. Pejizë. Sigur. Roz, po shiko. Mirë shke. Sigur, ta postoj? E njëlloj. Ta njëlloj. Roz, mirë shke apo? Roz, po shiko ata? Si të duke? Anton, Bler, më duket mua apo më shmangesh? Ja, ma burë, t'esh kam qenë full. Pafshim. Yje po dalon. I kemi. Ai. Ai. Pash Antonin, bro. Ishte me Elenën. Me Elenën. Ua, si s'ndalon ajo lan nam. Po pse të ndaloj? Ata janë bashkë tani, si që kanë qenë gjithmonë. Unë isha thjesht një shpërshëndrim, ose më saktë një mjet për të luajtur ai lojën e tij me mamin. Roz, tani e para, ata nuk janë bashkë, që të gjithë e di. E dyta, ti flet si njeri i dashuruar. Ka mundësi të uleni të dy të flisni si të rritur. E thënë nga ty që ke qenë kundra që në fillim? Base kishe të drejtë. Gjë. Më kanë thënë se Antoni është shkëputtur komplet nga jeta sociale. Komplet. Nuk bëhet më me grupet që është bërë, edhe shpesh herë del vetëm. Po, prej mamit. Ose ndoshta nuk do që të dalë me njëri. Përveç se me Elenën, normale, se i pash vetë. Ose mos ndoshta ashtu ka dashur ai. Të pa? Po. Po atëherë, ta siguroj unë që Elena i shkon nga pas si hije. Pa ja ka bërë të qartë me kohë. Më beso mua se vetëm dramat e Elenës fliten tani në rrethet e tyre. Më shpik kështu. Fal? Lea. Lea. Shoqe Rozës apo Elenës? Ndave mendjen. Ha.
S'kam qenë ndonjëherë shoqe e Elenës. Por ke dashur shumë ti jesh. Dëgjoj se unë nuk kam ardhur fare të justifikohem, kam ardhur të zbatoj ligjin e kompensimit. Jo faleminderit, do të çojmë shpejt. Dhe çfarë ligji është ky kompensimit? Dëgjoj. Roza të ka parë me Elenën. E di. Edhe mendon që je i lidhur me Elenën. Pse do ta bezdis kjo gjë? Mos po bezdis fakti që ajo është me Blerin. Bleri? Bleri shoku jo? Doktori Mamit? Aha. Tani pse ke ardhur këtu? Apo nuk e ke parë Blerin që vjen në shtëpi dhe kalon natën me rëse? Qa filmi është ky ore? Qa Bleri thua? Blerin 2 herë ka ardhur në shtëpinë tonë. Të paktën nuk e mohon. Dëgjoj. Herën e parë ka ardhur natë që mami yt pësoi krizën. Herën e dytë ka ardhur për të marrë Rozën për ta çuar te mami yt. Por Roza kishte ikur vet. Gjeti Irisin edhe iku. Ma? Çfarë do kapse Rozës këtu? Se di, do ketë ngelur në shtëpi, se kam vënë. Mos ka ardhur kur s'kam qenë unë. Mos më gënje. Po çdo kërkoj ajo këtu mbas gjithë atyre gjërave që i theti. Ah, sigurisht. Kapsa që gjeta në shtëpi. Roza ka ardhur çdo ditë për Silvanën. Çdo mëngjes kur ti ke në punë, ajo vinte dhe rinte me Silvanën. Ku është? Tek qendra e fëmijëve. Anton? Bukur fort, ha? Keni bërë dhe mamin pjesë romancës tuaj. E ngra prap, leja ma futi bukur. Çfarë po thua, e janë vete. Nuk ka asgjë mes meja dhe Rozës. Silvana donte të vinte tek fëmijët dhe Roza nuk e kundërshoi. Roza ka ardhur çdo ditë në shtëpi për Silvanën. E di. Ajo nuk donte të tregoja, por nuk po gjeja momentin për u shpjeguar. Pashi dole nga shtëpi Rozës. Kur më morën në telefon? Anton, përsa nuk më the, nuk do ta kishe torturuar veten kaq gjatë. Eja. Anton? Unë do të merja nga fëmijët. Ta duken aq lundur me ty. Dhe ti me ta. Do vishë të takosh. Çfarë ke thënë për mua? Jo kam thënë që është në xhaxhi Grindavet. Unë nuk jam një xhaxhi, por faleminderit që e rezervuar. Më fal. Për se kam humbur në mënyrë minjem bërë shumë. Do ta provojmë pa kontratë këtë herë. Duket interesante. Se di ta mendoj. Roz, Bazika. linjën të debishëm.